Po fillojmë punimet në një ndër projektet më të mëdha dhe më interesante faktikisht edhe më të mira për kryeqytetin, transformimin e sheshit George Bush. Si pjesë e transformimit të sheshit George Bush është po ashtu edhe pjesa e zonës së sheshit të Zahir Pajazitit, pjesa e bibliotekës kombëtare, pra një pjesë e madhe këtu në qendër të kryeqytetit, e cila tashmë kemi projekti i cili është tu brapa nesh, ku edhe po e bëjmë realitet atë të cilin edhe kemi premtuar. Prandaj jam shumë i lumtur sot që jam së bashku këtu edhe me drejtorin e planifikimit Arbrin, drejtorin e transformimit Gzimin, drejtorin e urbanizmit këtu Florentin, ku edhe me ekipet punuese, me kompaninë Salillari dhe kompani tjera partnere, po fillojmë punimet e transformimit të kryeqytetit, të zonës qendër. Punimet do të bëhen në faza, pra faza e parë do t'jetë kjo pjesa e sheshit George Bush, ku pastaj kjo do të hapet dhe do të fillojmë pastaj me fazën e dytë të Zahir Pajazitit edhe të zonës pjesës të bibliotekës e në fund edhe të zonës Garibaldit, të rrugës Garibaldit. Kjo arsyeja pse po veprojmë në faza është normal që mos ta blokojmë, mos i blokojmë zonat edhe mundësinë për njerëz për me punu edhe për me shku edhe fëmijët për me shku në shkolla, prandaj edhe ky projekt do të jetë në 3 faza. Numri i ditëve punës parashihet të jetë 240 ditë pune në total. Projekti është 18.1 milion në përgjithësi. Paleta materialeve është një paletë e mrekullueshme e gurve, të cilë do t'jenë faktikisht ashtu të trash si duhet, pra 80 mm, jo më pak. Po ashtu edhe janë porës, pra i ndihmojnë edhe aspektit të ujrave, të rreshjeve. Tash e dini që kemi edhe ndryshime klimatike, po kemi edhe më shumë gjelbrim, kemi me pas si pjesë e procesit ka me pas edhe më shumë gjelbrim. Kemi pas edhe zona rekreative, zona të artit të kulturës, zona për publik për evente të ndryshme që ndodhen edhe gjatë verës, edhe gjatë dimrit, edhe gjatë pranverës e vjeshtës. Pra do t'jetë një pjesë, një zonë e cila e bën bashkë qytetin, i bën bashkë të gjithë qytetarët për gjitha pjesëve të kryeqytetit, e po ashtu normal do t'jetë edhe do stimuloj edhe më shumë aktivitetet të ndryshme edhe turizëm shtesë, ekonomi shtesë për gjitha bizneset edhe hapësina më të sigurta, më të mira për gjithë qytetarët, prej fëmijëve tanë deri tek më të moshuarit. Prandaj faleminderit të gjithëve juve këtu për pjesëmarrjen tuaj, urime kryeqytetit, urime Prishtinës, urime gjithë Kosovës. Jo, tash është koha kur edhe për fat të keq ne duhet me pritë edhe temperaturat, pra nuk mundet me u punu në temperatura për fundi 0 gradë Celsius, e tash është koha faktikisht më e mirë për me fillu punën, prandaj jemi në kohë. Po e keni pa që një numër i madh i qytetarëve tashmë e shihni edhe sot faktikisht që hecin edhe shfrytëzojnë sheshin në mënyrën më të mirë të mundun, edhe qendrat në për gjitha pjesët e botës faktikisht i dedikohen hapësirave publike. Tashmë prej momentit kur ne edhe kemi parkingun nëntoksor këtu afër, po ashtu edhe i kemi parkingje tjera për rreth, të cilat janë jo më larg se 100 metra, 50 metra, 20 metra në kom, pra është një avancim, po them, social ose kulturor, ku nuk mundemi për fat keq me parku makinën në balkon tonin, pra mirë po një distancë 50 metra, 100 metra është super normale, pra edhe këtë nuk do ta kemi problem, pra kjo faktikisht do t'inicioj tash procese edhe më të shëndetshme për gjithë qytetarët, edhe një hapësinë publike e cila është më e sigurt për fëmijët tanë, për të rinjt, për të moshuarit. Edhe sipas propozimeve tona ne parashojmë që edhe kur të bëhet për shembull në të ardhmen edhe xhamia e kryeqytetit, pra xhamia kryesore faktikisht të gjithë Kosovës. E dini që një numër i madh i makinave do të vinë, po këto rregullohen me parkingjet të cilat janë jashtë sheshit, pra anash, janë të mirë kalkulume, të mirë dizajnume, edhe
nëse paramendoni, po të kishte qasje për makina, këtu do të kishim vetëm makina dhe asgjë tjetër. Pra tash, kemi një numër të madh, e shihni me mija qytetarë të cilët bëhen bashkë këtu edhe gjatë verës për evente të ndryshme, edhe gjatë dimrit për evente të ndryshme, pra do t'jetë një transformim i mrekullueshëm për kryeqytetin. Ne këtu, vetëm se po e ndrojmë paletën e materialeve prej asfaltit, po e kthejmë në gur, po e kthejmë në gjelbrim, po e kthejmë në një ambient të mrekullueshëm, edhe normal parkingjet për shembull dikush nëse është parku për brenda këtyne zonave, tashmë vetëm e kemi parkingin nën toksor, i cili është 50 metra larg, ku edhe ne ju ofrojmë qasje për parkingje aty, pra në parkingin nën toksor, për këtë edhe është ndërtu parkingin nën toksor. Prandaj, projekti është i mrekullueshëm edhe nuk ka asnjë problem për me shty përpara. Normal që kemi zëra të ndryshëm, mendoj pa asnjë arsye, mirë po ne po vazhdojmë me punimet për të mirën e gjithë qytetarëve tonë. Po për çështjen e brendësisë. Po, unë diskutova, kjo është e shqyrtuar, nuk shohim asnjë problem këtë aspekt. Nuk ka asnjë problem. Nervoso,